Do ishte shumë logjike që sot opozita shqiptare të gjetë një personazh atje të ri, nga këto që dënë dhe kymërti, që i qunë vetët atje, po që ka goxha atje në brenda PD-s, që s'ka dhe ngarkes, as me spak, as me drejt, as me të hujet, ka dhe moshën përpara. Kanë që janë vite këto, është kohë kjo, është kohë e humbur. Një ditë bukur lexova këtu në Facebook atë një kam edhe mik një farë Ylli, ai që ka qenë Pango, që shkruan edhe mirë, që shkruan një gjatë mrekullueshme. Koha e tjetër, që e bukur. Nuk e shkruante direkt as për Berisën, po besoj gjatë ty ditë. Ore kjo është koha e tjetrit, është e tjerëve. Nuk mund ta marrësh ti kohën, se ke mundësi, se të ka rast se hatin dorë ty, dhe e luna krepin. Se koha ndaç luaj e krepin ti kështu, koha shkon, është universale, nuk s'ka të bëj me sahatin tënd. Atje, ti ke marrë ky, po i merr kohën atyre që ka mbrapa për qark, jo kohën time, se më ka ik vetë. Kuptoje? Kohën atyre tjerëve që ka për qark. Kohën e shpresës. Po e merr ti, po e konsumon. Për çfarë?